Mos u frikso. Mos u frikso prej pengesave. Mos u frikso prej atyne të këqive dhe keqbërësve që mundohen me na bën neve keq. Qofshin ata njerëzit, qofshin gjinët, apo qofshin shejtanët e mallkuar. Ti dije, dhe kjo duhet jetë bindja jote, ky duhet jetë besimi jot në Zotin një, se krejt sikur të mblidhen në një vend, qysh ka thonë Allahu Teala në hadithin kutsi, sikur të mblidhen njerëzit edhe gjinët së bashku në një hapësirë, në një vend, dhe mundohen me ta bën një të keqe që unë nuk ta kom caktu ty o robim, nuk munden me ta bën, nuk munden me të dëmtu. Sikur njerëzit edhe gjinët të mblidhen bashkë në një vend, edhe të mundohen me ta bën një të mirë, të cilën nuk ta kam caktu unë, nuk ka me ardha e mirë o robim. Kështu Allahu Teala e përmend. Andaj pra dije se ndihme Allahut është me kënë, me ata të cilët e ndihmojnë kënë fejnë Allahu te bareke ve taala.